Përfaqësuesja e Kosovës në futboll do të përballet me Slovakinë e Shqipëria me Poloninë në rrugën për të vazhduar ëndrrën e botrorit 2026. Shorti për çifte gjysmëfinalet të play-offit për Kupën e Botës në SBA, Kanada e Meksiku udhëtojnë në Zyri. Si Kosova, ashtu edhe Shqipëria në ndeshje gjysmëfinale të play-offit që zhvillohen më 26 mars do të jenë mysafire. Përzgjedhësi i Kosovës Franco Foda ka vlerësuar lart Slovakinë, por sipas tij, ekipi dardan ka fituar vetë besim të madh pas rezultateve me Zvicrën, Sloveninë e Suedinë. Slovakia ka një ekip shumë të mirë. Ata fituan në shtëpi kundër Gjermanisë 2-0, por bazuar në rezultatet tona të fundit kemi fituar si mysafir në Suedi, në Sloveni dhe gjithashtu kundër Islandës si mysafir. Ekipi tani ka shumë vetbesim dhe do të jetë një ndeshje e barabartë. Dhe nëse e fitojmë këtë ndeshje, pastaj kemi një ndeshje në shtëpi ku mund të vendosim gjithçka. Por siç thash, ndeshja më e rëndësishme është ndeshja e parë në Slovaki dhe pastaj të shohim tutje. Nëse Kosova kalon Slovakinë, atëherë në finalet e play-offit do të luajë si vendase në Fadil Vohri më 31 mars, do ta pres fituesin e duelit Turqi-Rumani. E në rastin e Shqipërisë për të shkuar në botror duhet të fitojë 2 ndeshje si mysafire. Pos Polonisë më 26 mars duhet ta mposhtë si mysafir edhe fituesin e duelit Ukrainë-Suedi. Përzgjedhësi Silvinjo u shpreh se Shqipëria e Polonia e njohin mirë njëra tjetrën. Fillimisht e kemi merituar shumë që të jemi këtu edhe një herë tjetër. Tani luhet futboll, po flisja me shumë të tjerë, italian dhe përfaqësues të tjerë. Në futboll për 90 minuta mund të ndodhë çdo gjë. E njohim mirë skuadrën kundërshtare, por edhe ata na njohin mirë gjithashtu. Luhet futboll, përgatitet ndeshja dhe ecim përpara. Allora si prepara la partita e avanti. Çifte tjera gjysmëfinale të play-offit janë Itali, Irlandë e Veriut, Turqi, Rumani, Ukrainë, Suedi, Danimark, Maqedoni e Veriut, Wales, Bosnjë Hercegovinë dhe Çeki, Irlandë.